Jona, tani je ëmbël, besoj je gati për të nisur me? Më është rritur niveli sheqerit. Mirë, po gjykimi nuk të është e ke të këtjellet ende, besoj. Mirë. Do të shohim tani edhe do të shkojmë në manualin e tendencave por sigleta për të na sjellë më pas në studio sërish me Jona Mandin. Manuali tendencave përballje stilesh, të gjitha këto elemente rëndësishëm janë pjesë e programit E ja te ne, për të ardhur dhe për të sjellë modën, për ta sjellë bukur, por jo vetëm, për të vënë përballë njëra tjetrës edhe dy këngëtare, dy artiste, dy mike zemre, Arçelita Gjilaga dhe Ingrid Gjoni që do të vinë sot në përballje stilesh, do të vinë në një farë mënyrë të komentuara nga Jona, nuk doja të thoja të gjykuara, se mbase nuk është termi i duhur, por do të vinë të komentuara dhe për të kuptuar se si ka ndryshuar edhe stili i këtyre dy këngëtareve ndër vite. Të pëlqen si kombinim? Pra këto dy mikesha por edhe këngëtare? Mendoj që janë në të njëjtin stil dhe shkojnë bashkë, dhe përsa i përket artit që bëjnë, po dhe përsa i përket mënyrës se si ato qasen ndaj publikut, dhe se si duan të jenë pak ndryshe të themi dhe antikonformiste. Kështu që më duket një përzgjedhje që qëndron mirë. Të mendosh për kohën, të dyja këngëtaret ishin shumë të guximshme, ë? Për vitet kur u lançuan edhe kur ishin në tregë. Po, shumë e drejtë. Kam pasur atë individualitetin të dyja, kanë dashur të shpërfaqen ndryshe nga masa, të bëjnë gjëra të guximshme, ndoshta edhe një herë dhe nuk kanë qenë që qëndronin shumë po themi nga ana estetike, por ama buj dhe janë përfolur, kanë bërë buj. Shumë e vërtet. Do të shohim tani foton e parë edhe përballjen e parë të këtyre dy këngëtareve. Regjia na ndihmon me Çiletën dhe Ingridin, të bukura shumë. Tani, po nisim me Çiletën. Ky është një look skenik, nuk është një look për të dalë në street style, po themi, ose që të hecim edhe të jemi në përditshmërinë tonë. Si një look skenik ose për realizimin e setit fotografik, nëse do e quajmë kështu, unë e vlerësoj që vlen. Në linjën e saj Çileta ka zgjedhur të krijoj një lloj elegance me të çarën tek pjesa e poshtme, dhe kjo e ka dhënë goxha edhe gjatësi imazhit të saj, po themi, sepse çara vjen deri sipër, dhe kemi gjithashtu një skolatur, pra një buzë të zbuluar, një dekolte të gjatë, që zbritet deri poshtë. E shoqëruar kjo me thjeshtësinë e saj, pra nuk ka detaje bijuterie, duke qenë se është e menduar të jetë e thjeshtë për shkak të teminave dhe të rëndësisë që ka sipër. Kështu që do të thoja që është një veshje skenike ose për realizim seti fotografik shumë e balancuar, pra dhe që mua më pëlqen. Ajo e ftohta e saj qëndron mirë me tiparet që ka, ke pjesa e bustit. Duhet kemi gjithmonë parasysh që pjesën e bustit duhet ta shoqërojnë ngjyra të cilat ne na përshtaten me fytyrën. Pra qëndrojnë mirë me tonalitetin dhe karnixhonin tonë. Po, Çiletës pjesa e ftohtë sipër e argjendit i qëndron shumë bukur dhe shumë harmoni. Pra e gjykoj si një zgjedhje të duhur. Kemi dhe Ingridin, kaq elegante, kaq e bukur. Ingridi është në një fustan të zi, në mos gaboj. Një është përshtatur edhe sezonit, ë? Ka, po. Ka pjesën e bustit për jashtë dhe këmbën. Pra, jemi pothuajse tek i njëjti stil, po themi, por Ingridi vjen me linja më elegante, më pas trupit, ndërkohë që Çelita ka gjetur pjesën poshtë të jetë më e lirshme. Në gjykimin tim, do të ishte mirë që në rastin e Ingridit, te pjesa e bustit, mund të kishte një model pak më të mbuluar tek pjesa e shpatullës. Pra, për të krijuar një lloj elegance dhe finese të themi, duke qenë se ajo pjesën e shpatullës e ka goxha të zhvilluar, dhe sa shohim aty, krijon një lloj dalje më të madhe se sa asaj do të shkonte. Nëse veshja sipër do të kishe pjesën
të vinte ndoshta me një mini krah deri këtu i themi ne, ajo do të kishte një siluet më elegante që do të vinte nga lart poshtë. Pjesa poshtë është e menduar mirë, kemi elegancë, kemi krijimin e gjatësisë. Nëse do të vinte pjesa e dekoltes pak më e mbuluar, me stil pak më klasik, jo kaq ekstravagant, mendoj që asaj do të qëndronte më mirë dhe do na jepte një figurë më të harmonizuar. E qartë. Mirë, kalojmë tek foto e dytë. Shohim çfarë ka foto e dytë. Wow. Qiljeta e bukur shumë. Më pëlqen. Si një studente, ha? Po, është një stil shumë interesant, është një stil që mund të shfrytëzohet shumë mirë për fotografi, ose ndoshta për studio, realizime të kësaj natyre. Megjithatë, duke qenë se kemi pjesën e elementit të atletes poshtë, edhe nëse ajo do të zgjidhte të dilte në street style, pra po themi gjatë kohës që ajo do të jetë në këtë stil në përditshmëri, i qëndron shumë bukur, mundet. Pra kemi vërtet tutun poshtë, por atë tutun e thyem shumë bukur me atë pjesën e sportivitetit tek atletja, dhe pjesa e bustit i jep goxha dritë. Kemi një shiny sipër, por që ai shkëlqimi shiny balancohet dhe thyet shumë mirë me tutun poshtë, dhe kemi një kombinim të atletes me pjesën e tutus dhe të bustit. Pra, të njëjtat ngjyra që ka zgjedhur të ketë në tutu dhe në bust, i ka dhe në atlete. Pra mendoj që është një zgjedhje e mirë menduar. Edhe me modelin e flogëve, besoj që i ri shumë bukur, edhe ngjan si një cupëlinë e vogël. Këngëtare që në të gjitha ka eksperimentuar shumë, edhe në të gjitha eksperimentimet që ka sjell për lukun, ka qenë gjithmonë e bukur, nuk e di pse, më duket sikur i shkon çdo gjë. Kanë qenë risi, për kohën ka tentuar dhe ka guxuar e para të sjellë gjëra që kanë qenë ndryshe, dhe edhe i qëndrojnë për të qenë bukur, e vërtet. Ingridi, charmante, e bukur me të gjitha hiret e saj, Po, kjo besoj është një foto që Ingridi ka përzgjedhur për një set fotografik. Ka zgjedhur të thyej të zezën me një portokalli shumë të theksuar. Për setin, e gjykoj që është një foto që qëndron. Një sugjerim që unë do t'i bëja do të ishte që pjesën e bustit të mos e afronte shallin portokalli aq pranë fytyrës ose fularin, sepse është me pellush. Duhet të kemi gjithmonë parasysh që portokallia është shumë tricky ose shumë problematike një çik, siç e themi ne, pasi në përbërjen e saj ka të verdhën, dhe ajo e verdha nena reflektohet në fytyrë. Dhe duke qenë se e verdha reflektohet në fytyrë, pa dashur ne marrim një hije si të verdhë dhe na bie një hije në të gjithë karnixhonen tonë që duket sikur nuk jemi mirë. Në fakt është thjesht reflektimi i ngjyrës. Dhe po ta bësh re aty, po, është shumë e rëndësishme. Ndonjëherë po të shohësh kemi njerëz që i takojmë rastësisht dhe themi më duket sikur si e mirë. Dhe thjesht reflekton ajo ngjyra, në të vërtetë ai personi mund të jetë shumë mirë, s'ka asnjë lloj problematike nga ana shëndetësore, por kjo ndodh shumë shpesh me të verdhën dhe me portokallin. Duhet kemi kujdes që ta mbajmë poshtë bustit dhe larg fytyrës. Nëse duam të bëjmë kombinime me portokallin, gjëja më e përshtatshme do ishte që të bëhej në një fund, në një pantallon, pra tek pjesa e poshtme. Bustin ta kombinojmë dhe ta alternojmë me diçka tjetër. Për të dukur kështu në maksimumin ton, nuk është se ajo duket keq, por po ta shohim me vëmendje, ajo pjesa e portokallis jo reflekton në fytyrë dhe duket dhe në foto. Me syrin e një konsulente imazhi, pastaj sigurisht i vjen tre. Shoh gjithashtu edhe çizmet, gjysmë çizmet që i ka me një tak transparente. Çfarë sjell taka transparente? Aty kemi një lojë imazhi dhe ka luajtur pak me pjesën e iluzionit optik, le të themi. Pra taka qëndron, është transparente, por ndërkohë duket sikur Ingridi nuk ka veshur taka aty dhe duket sikur këpuca qëndron pak në ajër. Pra siç thash, kjo është një veshje, një seti fotografik dhe ajo ka dashur të luajë me disa elemente në këtë set. Është shumë lozonjare si veshje, qëndron bukur thyrja e portokallis me të zezën. I vetmi sugjerimi im është portokallia jo pranë fytyrës dhe bustit. Sugjerim për të gjithë, jo vetëm për Ingridin. Mirë, shohim foton e radhës, përballjen e radhës me një tjetër stil. Ingridi dhe Qiljeta dhe vinë me latine. Okej. Një vibe latin.
Gjiletën do ta gjykoja në ditët e mira të saj të kjo foto, pasi ndërthurja që ka bërë e ngjyrës së bardhë me tonalitetin e lëkurës së saj, është një zgjedhje shumë e zgjuar. Duke qenë se është një natyrë shumë solare Qiljeta, e bardha i qëndron shumë mirë dhe e zotron shumë mirë. Ndoshta në një natyrë më bardhoshe, ose që nuk do të kishte kaq tonalitetet të theksuara, nuk do qëndronte dhe aq mirë, sepse do dukej pak si e shplar, i themin në gjuhën tradicionale tonën, por mendoj që zgjedhja e saj është interesante. Ka kombinuar modelin e flokëve që t'i shkoj veshjes, pra kemi një ondulim të flokëve, dhe pa diskutim, duke qenë se është një stil që i përafrohet Esmeraldës tek vepra që të gjithë njohim, ajo ka zgjedhur dhe ta egzagjeroj pak me vathët dhe të jetë diçka më pompoze veshje dhe të japi rëndësinë e duhur, po themi. Ka një dekolte tek zona e abdominales, nëse do e quajmë kështu, por që duke qenë se është e vendosur në një atmosferë plazhi me sa shoh, mendoj që qëndron shumë bukur dhe i shkon. Është e harmonizuar dhe pjesa e lartë me skolaturën e shpatullës, e cila pjesa sipërme me gjithë pjesën e zonës së barkut bën që të jenë bashkë në një linjë të dyja dhe qëndrojnë shumë bukur. Është një zgjedhje që më pëlqen. Ndërkohë Ingridi vjen me element të traditës në gjykimin tim. Ndoshta nga ngjyrat e bardha, e kuqja, e zeza dhe ato ornamentet e bukur të fundit. Dhe ornamentet e fundit, po. Janë frymëzuar nga tradita. Do me thënë, ka dashur të sjellë një kuqezi, nëse do ta quajmë kështu, në mënyrë moderne, tradicionale, dhe duke e bërë pak pikante, si që është dhe ajo vetë. Me balluket, flokët e zeza, shumë të zeza. E shtrirë, edhe flokun e zi, që është bërnish me pjesën sipër, dhe pastaj kemi fundin, i cili është goxha i hapur, dhe nëse do ta studionim pak fundin, do të thoja që është i ngjashëm me xhubletën tonë të malësisë, pasi ka hapjen e njëjtë dhe modeli përafrohet shumë. Duket një copë që është e trashë dhe statike, pra që i ngjason veshjeve tona popullore, dhe ky element vihet re në përzgjedhjen që ajo ka bërë. Mendoj që e ka kombinuar shumë mirë edhe make-upin, edhe flokët, edhe këpucët. Elementit dhe detaji i vathëve, unë nuk do të isha për të, duke qenë sepse kemi fekët. Po, e ngarkojnë pak. Kemi fekët e krahët, si që folëm dhe dje bashkë, që fekët sugjerohen dhe nga ana e konsulentëve që të vendosen në krah, ose vetëm në një detaj të veshjes, pra jo e gjithë veshja të jetë nga fillimi në fund, kur kemi maksi fustan apo maksi fund të jetë e gjitha me thek. Pra përzgjedhja është shumë interesante dhe qëndron shumë bukur ashtu si që është tek thekët, por mendoj që vathët janë pak të tepruar. Do me thënë, nëse nuk do t'i kishin vathët, mendoj që vëmendja do ishte e gjitha tek veshja. Ato sikur na e tërheqin pak një moment, sikur na e heqin pak fokusin, po pastaj rikthehemi prapë. Në tërësi veshja më pëlqen shumë, fakti që neve kemi filluar të risjellim traditën nëpërmjet modernes, është një gjë për të vlerësuar dhe mendoj që është një nga gjërat më interesante që VIP-at po bëjnë, duke e promovuar, le të themi. Shumë e vërtet, po, element të traditës. Shohim edhe foton tjetër. Ingridi dhe Qiljeta sërish në një përballje. Dominon portokallia? Apo kuqja? Dominon portokallia. E filloj me Qiljetën, do të thoja që printe të kësaj natyre florale, kaq të mëdhaja, nuk janë të këshillueshme dhe të sugjerueshme të përdoren për veshje. Pse? Është shumë e madhe, i gjithë fokusi humbet nga Qiljeta dhe shkon tek lulet. Tek printi, tek dizajni. Po, do me thënë, printi floral aq i madh është goxha i egzageruar. Duhet të theksojmë gjithmonë se ne kemi dëshirë të mos e humbasim asnjëherë fokusin nga modelja. Pra rëndësia është modelja. Fustani duhet të jetë i përshtatshëm që të bëjë të tërën më të bukur, por jo që vëmendja jonë të shkëputet nga modelja dhe shkoj vetëm ke fustani. Pra, i gjithë fokusi aty bëhet fustani dhe printi floral i egzageruar.
nëse ai fustan do të kishe një print të vogël, apo diçka vetëm në fund të tij, ose të ishte vendosur vetëm tek pjesa e shpatullës kur është fjongo, do qëndronte shumë bukur dhe do ishte shumë interesant. I pozicionuar dhe i vendosur kështu, mendoj që Cileta ja ka marrë vëmendjen vetes dhe ja ka zhvendosur fustanit. Kemi pastaj edhe Ingridin, që Kemi Ingridin në një të kuqe. Është një e kuqe në sheg, në koral, do me thënë nuk është e kuqe e kuqe. Edhe të dorezave. Gjëja që më pëlqen këtu tek Ingridi është që qëndrojmë tek monokromi. Pra, për aq kohë sa ne jemi tek e njëjta ngjyrë, krijojmë gjithmonë një siluetë shumë interesante dhe nuk na bëhet e lodhshme për syrin. Pra, qëndrojmë tek të njëra dhe këta tonalitetet, dhe tek doreza, dhe tek këpucët. Ka zgjedhur që dhe karrikja që shoqëronte uljen ku ajo ka bërë të ketë të njëjtat ngjyra në këmbët e saj. Pra, mendoj që ngjyrën e ka harmonizuar shumë mirë dhe duke qenë se ajo është një brune dhe ka tipare të ftohta, kjo lloj e kuqe i shkon dhe i qëndron mirë. Detajin e këmbës për setin fotografik është një gjë që e bën pak interesante dhe intriguese, kështu që qëndron mirë. Për një set është okej. Kemi shkuar në mbrëmje, me Ciletën dhe me Ingridin, i shoh bukur. Cileta është për mbrëmje, se Ingridi duket... Ingridi në brek të detit, si kur e shoh... klip, se shoh një dekoltet të egzageruar dhe një të qarë shumë të egzageruar, por që gjithsesi është shumë tërheqëse. Por nisi me Ciletën? Cileta ka zgjedhur një nga modelet që neve bashkë kemi komentuar, pra jemi ke teminat. Tek festa? Po, ke teminat festive. Më pëlqen modeli, ka pak fryrjen tek supet, që asaj i jep një lloj elegance në të gjithë siluetën e saj. Busti është i zbuluar, por nuk është ekstravagant dhe i egzageruar, qëndron mirë, dhe çarja në fund është qershia mbi tort, pasi është shumë fine, shumë elegante, dhe e gjithë silueta është e gjatë dhe Cileta i ka dhënë shumë nur me këtë pamje vetes së saj nëse do shkojë në një darkë apo në një event të caktuar. Pra më pëlqen, është e menduar mirë. Bukur. Kemi dhe Ingridin? Kemi Ingridin pastaj që unë besoj që ky look do ishte i përshtatshëm vetëm për një videoklip, që ajo mund ta ketë bërë në breg, në lumë, duket se ka ujë aty, sepse është pak si shumë e egzageruar për të vendosur dhe për të pozicionuar në një ambient tjetër. Por mendoj që nëse ajo ka shfrytzuar për një klip të caktuar, qëndron. E zeza asaj i shkon, zgjedhja e ngjyrës është okej. Pastaj për pjesën e skolaturës sipër, dekoltes dhe pjesën e poshtme, mendoj që është e vendosur në klip dhe qëndron. Megjithatë janë të dyja këngëtarët të cilat vinë guximshëm edhe vinë bukur sa herë kanë daljet e tyre në skenë. Një këngë nga të dyja, kë mban mend? Hej ti puçi me mua. Puçi, po. E të dyjave, mirë. Jona, faleminderit shumë që ishe me ne sot. Edhe shumë kënaqësi për gjithë analizën dhe komentin e holl që i bërë të dyja këngëtarëve. Faleminderit, do shihemi sërish. Ne kemi mbritur në fund kështu, ora po shkon 13 edhe do ta mbyllim programin për t'ju lënë takim sërish nesër në orën 10:30 me të tjerë të ftuar, të tjera tematika, por shumë momente të bukura edhe të këndshme në programin ton. Besoj që kemi qenë një shoqëri e mirë për ju për gjatë këtyre orëve të transmetimit. Vijoni të qëndroni në ekranin e RTS 1 HD me të gjithë programacionin e pasur që ka tani në këtë dhjetor festiv. Kalofshi bukur, shihemi nesër.